Territori i Kosovës për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që pas ditës në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje. Temperaturat do synojnë një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të jetë një mot kryesisht i kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 16 deri në 29 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë. Skënderaj 16 deri në 29 gradë. Pej 16 deri në 30 gradë. Prishtinë 16 deri në 29 gradë. Gjakov 17 deri në 30 gradë. Malishev 17 deri në 30 gradë. Gjilan 16 deri në 29 gradë. Ferizaj 16 deri në 29 gradë. Kaçanik 15 deri në 28 gradë. Suharek 17 deri në 30 gradë. Prizren 17 deri në 30 gradë Celsius.